Ishte ky një material i përmbledhur që na tregoi diçka rreth tiroideve. Megjithatë do të kuptojnë shumë më tepër nëpërmjet bisedës që do të zhvilloj tani në studio me mjekun endokrinolog Dashamir Gjergj. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Është një temë në fakt që me sa duket prek më shumë femrat, sepse ka dhe një lloj ndasie gjinore tek ata që preken ose që kanë risk për të prekur nga tiroidet. 5-1 ishte një raport që lexova në Wikipedia, është kështu apo? Ke plotësisht drejt, domethënë. Normalisht për të sqaruar pjesën e endokrinologjisë, se gjithmonë çdo studio realisht e kanë tepër të vështirë. Këto janë një sfilitje televizive i quajmë këto terma shumë. Okej, është vërtet një term i gjatë, le ta them, por nuk kupton mjeku që merret me hormonet, me gjëndrat endokrine, me gjëndrat që prodhojnë sekrecionet hormonale dhe jedhin ato në qarkullimin e gjakut. Normalisht, në rastin konkret, ju keni plotësisht të drejtë sa i përket incidencës dhe prevalencës, domosht sa të përhapura janë këto smundshmëri normalisht në raport me gjinin, në raport me seksin. Kuptohet që seksi femër, gjinia femërore është shumë herë më predispozuar për të bërë smundje të tiroides se sa gjinia mashkullore. Për cilën arsye? E di që pas kësaj do vi pyetja se pse. Normalisht pseja nuk është kaq e thjeshtë në mjeksi, domethënë jo gjithmonë për çdo pse ka një përgjigje. Por normalisht shumica e shkencëtarëve, njerëzve që merren me research, me studime të caktuara, konkludojnë në një farmase se lidhja e drejt për drejt mes gjinisë femërore dhe smundshmërisë lartë të gjendës tiroide, ndoshta më shumë ka të bëjë me faktin se cila nga smundjet e tiroides është më e shpeshtë, dhe në rastin konkret hipotirozë, siç e thamë në insert, është smundja më e shpeshtë, ku në bazë të kësaj smundje, të këtij entiteti smundjesh, grup smundjesh, qëndron një smundje autoimune që quhet tiroiditis Hashimoto, pa i ngarkuar shumë bisedën. Doja t'ju thoja që smundjet autoimune janë smundje ku organizmi lufton një substancë, një njësi, një organ caktuar të vetë trupit tij, jo, të trupit tij, dhe ne e quajmë një luftë të brendshme të organizmit me këtë lloj strukture. Smundjet autoimune janë shumë më të shprehura te gratë. Pse janë më shprehur te gratë? Sepse gjithmonë pse janë mjeksi nuk ka fund ndonjëherë. Janë më të shprehura te gratë sepse duke qenë që gratë janë më të predispozuara, në kuptimin shkak i lindjeve zakonisht, në çdo shtatzani, shumica e vajzave, e grave do të bëjnë probleme ndryshimi imunitare për shkak të bebit që vjen, fetusit të ri që është një strukturë më vete imunitare, nuk e di më kupton, atëherë kemi ndryshime proteinike të sjelljes brendshme të organizmit në raportin imun të tij, dhe nëse programimi gjenetik për të bërë një luftë imune, ndoshta është mëngjes edhe unë duhet ta thjeshtoj në fakt me pak terma. Jo, kuptoj shumë qartë. Sa më thjesht aq më do të ishte. Pra ka shumë me pak fjalë, kjo është ideja. Te një organizëm që për shkak shtatzanive dhe shumë gjërave të tjera, siç notë femra, ciklet, shumë gjëra të tjera, kemi një modulim, kemi një ndryshim të imunitetit, atëherë mundësia është më e madhe që të kemi edhe një prekshmëri më të lartë nga këto smundje. Kjo është njëra nga ana, dhe kemi edhe arsye të tjera që kanë bënë me balancat hormonale të femrave që janë ndryshe me mashkullin, por nuk po hym në më detaje këtë mes. Jo, mirë do të ishte të hynim në detaje nëse do të ma lejoni dhe nëse do të ma plotësoni këtë dëshirë, sepse di interesin e publikut. Çka do të thotë që përtej një faktori gjenetik që duket që ka një lloj trashëgimie tek personat caktuar për të patur prekshmëri nga gjendra tiroide, me sa duket ndikoka edhe një lloj stili jetese, të themi. Po aq edhe pjesë të jetës tonë të cilat nuk i kemi në dorë, ndot jetë mënyra e ndoshta stresi ose mënyra se si ne ndërtojmë të gjithë jetën tonë. Ndikojnë realisht të gjitha këto? Sigurisht. Ndoshta për dhe ka një moshë të caktuar në të cilën shfaqet më shumë. Sigurisht. Atëherë, ndoshta do kishte qenë mirë, që është vërteta që në një emision ne të fokusohemi enkas me një lloj problematike të tiroides, sepse janë shumë. Janë shumë smundje, është gjendër e vogël, është gjendër vetëm 10 gram, 15 gram, 20 gram maksimumi, por është një gjendër që komandon thuajse gjithçka në organizëm. Sa i përket energjisë që ne kemi, sa i përket përdorimit të energjisë, sa i përket tipit aktivitetit që njeriu ka, kuptimin e një farmase ka të bëjë me performancën, ka të bëjë me rezultatin, ka të bëjë me atë që njeriu realisht realizon. Nuk e di më kupton apo jo. Atëherë në sensin konkret, nëse do flisnin normalisht në përgjithësi, do kishte qenë më mirë mbase të fokusoheshim te smundjet më të shprehura të gjendrës tiroide. Pse nga vinë, çfarë duhet bëjmë, si duhet i parandalojmë, a kush është, çfarë informacion duhet të ketë. Sepse duket që simptomat shfaqen shumë vonë. Atëherë inserti për gjithë vërtetës rrallë më ndodh që në studio të jetë një insert kaq i mirë, më lejoni të komplimentoj stafin, sepse është goxha konciz, i përqendruar, por normalisht ka dhënë informacionin në groso në vija të përgjithshme se pak a shumë si funksionojnë dhe çfarë janë ato probleme. Në rastin konkret, në kushte normale, gjendra tiroide fillon të funksionojë që në jetën intrauterine, që në pjesën
pjesën e bebit, do më gjashtë azanis. Por për të vazhduar jetën e saj deri në ditën e fundit, normalisht të jetës çdo njeriu. Pa një gjendër të mirë endokrine, tiroide në rastin konkret, nuk do kishim një zhvillim të mirë psiqik të fëmijës, nuk do kishim një zhvillim të mirë fizik të fëmijës, po gjithashtu edhe të rriturit është e domosdoshme, sepse thamë pra që është termostati i organizmit, kontrollon energjinë që ne marrim nëpërmjet ushqimeve, ne e djegim dhe na duhet normalisht për punë fizike, për punë mendore, dhe këto është tiroide që i kontrollon këtë punë. Si kundër bën të kundërtën në situata caktuara, krijon nervozizëm, probleme me gjumin. Deri këtu jam te norma thjesht sa për të hyrë në temë. Pjesa që ju përmendim me të drejtë është pjesa e smundshmërisë. Në rastin konkret, nëse organizmi si te xhirot e makinës i them ndonjëherë pacientëve me, le ta them për ta bërë pak divulgative, për ta bërë pak më të kuptueshme këtë gjendje, atëherë nëse një makinë në kushtet e mosndezjes është në xhiron 800.000, sa quhen këto normalisht pa marsh ku i thon, atëherë edhe tiroidja në kushtet e metabolizmit bazal që kontrollon, do metabolizmi bazë duhet të jetë në një lloj gradimi të caktuar për të djegur këtë sasi energjie apo jo. Në moment kur xhirot e tiroides janë më të shpejta, këtu kemi hipertirozën, tepritjen e jodit, dhe normalisht sillet e makina, njeriu në vend që të jetë në kushte normale, i ngacmuar, i energjizuar, le ta them, në momentin kur kjo prodhon më shumë, atëherë njeriu është më i lëvizshëm, është më i papërqendruar, normalisht nuk qëndron 2 sekonda në një vend, don t'i bëj punët shpejt, nuk paraflejnë gjumë mirë këto njerëz, janë tepër të stresuar, kanë ndjeshmëri të madhe ndaj të nxehtit. Në një farmace nuk e durojnë të nxehtin, por në dimër këto njerëz mund të shikosh të veshur shumë lehtë, mund të shikosh të veshur me një kanatiere, thjesht me mend shkurtra, edhe po pa të tipa të tillë normalisht duhet dyshojmë për këtë lloj smundje të tiroides. Pra këtu kemi një sfazim, një çgradim të gjendrës tiroide që prodhon më shumë nga ç'duhet. Po ama janë dhe simptoma që mund ngatrohen me smundje të tjera, ose me probleme të tjera. Qoftë mendore, qoftë edhe ke plotësisht të drejtë. Për t'ju referuar dhe insertit dhe ndërhyrjes tuaj, të paktën sa i përket smundshmërisë, le ta them më të zakonshme që ne hasim praktikën e përditshme, çrregullimet emocionale, çrregullimet e ankthit, çrregullimet le ta them të psikiatrisë minore. Jo smundshmëri të rënda psiqike, skizofreni, psikoza, depresion e tjerë, po sa i përket këtyre çrregullimeve që ne themi që është bërë epidemi stresi apo jo. A themi që ankthi do më shumë i përhapur sa vite përpara, dekade përpara. Atëherë në shumicën e rasteve në një farmace qëndron një çrregullim i gjendës tiroide nga pas. Ne i kemi të ndara normalisht se kur mund ta quajmë një të smur me gjendën tiroide, ne zakonisht referohemi jo vetëm pjesës biologjike të gjës, por referohemi në shumicën e rasteve hormoneve, pjesës çka ajo prodhon. E masim analizën e tiroides, 2 janë hormonat kryesorë që prodhon tiroidja, T3 dhe T4. Edhe ngacmohet nga një hormoni i tretë që quhet TSH. Kaq do ju them sa për t'ju futur në lojë. Hormoni që e ngacmon është nga hipofiza, nga një gjendër që është në kokë, ndërsa 2 hormonet e veta tiroide i prodhon dhe i hedh në gjak dhe këto shkojnë dhe veprojnë pastaj në secilin qelis target ku e kanë veprimtarinë e tyre apo jo. Atëherë për të kuptuar që një person vuan nga tiroidet, nuk mjafton një analizë thjesht, po themi gjak ose një analizë rutine, është një analizë specifike për ta. Po, sigurisht. Në ç'frekuencë duhet kryer, një herë në vit? Sigurisht. Pra për të bërë lidhje dhe pyetjes parë, se ndoshta nuk e nxorra të gjithën deri në fund iden, për të bërë një lidhje mes pyetjes parë dhe pyetjes dytë që me të drejtë ngrini, atëherë në shumicën e rasteve ne kemi të përcaktuar mirë që i smuri e vuan këtë smundje, vuan tepricën që thash më përpara, po ka dhe raste që vuan dhe pakicën që është e kundërta e asaj çka unë thash, që do të thotë ulet në një farmace prodhimi tiroides. Atëherë në rastet kur ne dim që një smur vuan me çrregullim hiperprodhimi, do më mbi prodhimi apo nën prodhimi, e kemi më të kollajt në një farmace edhe për të thënë që shumica e shqetësimeve që ke nga kjo gjë. Nuk e di më kupton. Por ka dhe shumë raste të tjera që ne nuk i klasifikojmë si smundje, por që studimet e fundit kanë treguar që nëse ne do t'i marrim të mirë qena, që çrregullime sado dhe të vogla qofshin të gjendrës tiroide, i japin këto problematikat e tjera, psikologjike, stresit, ankthit e tjera, atëherë bën t'u them që mbi 50% e ankthit dhe çrregullime psikologjike kanë bazë tiroiden. Prandaj duhet kërkuar të çdo njeri që paraqet çrregullime psikologjike, kryesisht stresi, mërzia, depresioni, njerëzit që çajnë shumë, njerëzit që preken shpejt, njerëzit që nervozohen shpejt, njerëzit që nuk numërojnë jo deri në 10, pas deri në 5 ndonjëherë për të kthyer një batutë mbrapsht apo për të kthyer një, le ta them, një reagim çik pak më të sforcuar. Kështu që në rastin konkret duhet kërkuar shumë mirë çdo çrregullim i gjendës tiroide te shumica e popullatës, jo vetëm te këto që paraqesin çrregullime psikologjike, po ndoshta edhe te shumë fashë të tjera shoqërore, sepse mjafton t'ju them
që mbas mbi peshës dhe mbas obezitetit, fshihet kryesisht në 50-60% e rasteve një çrregullim, një mos prodhim i mirë i gjendës tiroide. Kur kjo gjendër në shumicën e rasteve është dhe që thamë dhe për femrat në fillim, për gjinin femërore, është gjendra që nuk i hedh mirë siç duhet hormonet, prodhon më pak, e djeg më pak ushqimin dhe për pasojë ne kemi akumulim më të madh kalorive në organizëm. Pra pak a shumë. Ndërkohë që shenjat fizike, sepse di që personat që vuajnë nga tiroidet kanë një fryrje të zonës së qafës, në mos gaboj, apo ja. Po, për ta marrë. Kjo ka të bëjë me mbi prodhimin, nën prodhimin dhe cilat janë shanset për ta kuruar më lehtësisht dhe për të patur një jetë më të shëndetshme. Pyetja e plotësisht e drejtë. Për ta marrë shtruar edhe një herë, sepse mundohem për të qenë pak logjik në interpretim dhe në të çka them, sepse gjë e parë është që çdo njeri duhet ta di normalisht se çfarë është në të vërtetë tiroidja dhe çfarë problemesh krijon. Në rastin konkret, gjendra tiroide prodhon hormone me bazë jodi dhe i duhet jodi nga jashtë, që ne e marrim nëpërmjet ushqimeve, për të prodhuar këto hormone. Shumica e popullatës për fat keq, që jeton në kushtet në relief kodrinor, malor, shkak i varfërisë tokës atje me jod, kanë probleme të mëdha të gjendës tiroide. Dhe i vijnë buzdetit janë më të lumtur. Sigurisht, në shumicën e rasteve, në 90% e rasteve njerëzit që banojnë në plan detit, në ulësirë, normalisht nuk i kanë probleme të tiroides, sepse jodi për fat mirë është një komponent shumë i rëndësishëm, por që është gjendet me shumicë në këto raste. Ndërsa në kushtet sa më lart të ngjitemi, ky është rregulli bazë fizik, atëherë toka më shumë varfrohet, le ta them, në përmbajtje jodi. Prandaj të shumica e këtyre njerëzve, vim të shenja që ju sapo thatë, kanë atë zmadhimin që ne i themi gush në gjuhë të rëndom, në gjuhë popullore. Atëherë gusha nuk është gjë tjetër, vetëm se një sforcim i gjendës tiroide, një zmadhim i saj për të kompensuar këtë mangësi që relievi ka dhënë, fiziku i ka dhënë, le ta them. Po sa shkon kjo gjë, kjo nuk mund të shkojë pafundësisht, sepse do të thotë që për të kompensuar këtë gjë, atëherë mundohet, e dyfishon sasinë e formës dhe të volumit që ka, mundet ta trefishoj, por vjen një moment që kjo punë nuk mund të fryhet si tullumbas tiroidea, prandaj këtu duhet ndërhyet, duhet kapen shpejt, duhet të kërkohen smundjet e gjendës tiroide, kryesisht në zonat që kanë mungesë të jodit, pra siç tham, kryesisht që në fëmijët e shkollave, sepse sa më shpejt të kapën aq më mirë është. Prandaj një nga shenjat fizike të dukshme të deficiencës jodit, të mungesës jodit dhe të mos prodhimit mirë gjendës tiroide është gusha apo zmadhimi i kësaj gjendë. Kur thoni ju të ndërhyet, çfarë nuk kuptoni? Duhen hequr si me operacion, ka ajo është me hape si? Sigurisht. Kur themi ne zinxhiri i trajtimit të smundjeve të tiroides nuk është kaq i thjeshtë. Domthonë kupton një interventistik, në kupton një ndërhyrje jashtëzakonisht madhe në disa hallka, në disa faktorë. Faktori i parë, siç po diskutojmë, duhet të ndërhyjet mbi popullat që në moshat e vogla, kryesisht ato që kanë deficitin e jodit, t'u jepet sa më shumë jod. Sa më shumë jod të ketë popullata, aq më shëndetshme do jetë ajo. Edhe nëpërmjet një diete ushqimore, ëh? Kryesisht, ke plotësisht të drejtë. Tham pra që pasojë e varfërimit është toka atje dhe nëse ato do konsumojnë produkte që vijnë nga vetë zona, shanset janë të pakta që nevoja ditore që ka një njeri për jod, një fëmijë apo një i rritur, janë të pamjaftueshme për t'u marrë nga ambienti ku është. Si e ka zgjidhur bota këtë punë, po edhe ne për fat të mirë domosdoshmë, sepse është punuar shumë. Realisht to smundje para 30-40 viteve kanë qenë shumë herë më të përhapura se sa në ditët e sotme. Por ne bëjmë profilaksin me jod që quhet, dhe profilaksia me jod te ne bëhet nëpërmjet kripës jodizuar. Prandaj, unë gjithmonë në praktik, jo vetëm unë, po gjithë kolegët e mi, gjithmonë sugjerojmë njerëzve që të gatuajnë vetëm me kripë jodizuar. Dhe mundësisht kripa jodizuar duhet jetë standard, duhet jetë një kripë e cilësisë së lartë, e kontrolluar mirë, në mënyrë që ajo sasi jodi që e shkruan që është prezent aty, duhet jetë prej vërtetë që është prezent, apo jo? Në rastin konkret. Hajde ta verifikojmë ne, por nëse Okej, kjo nuk i përket strukturave mjekësore. Por fakti që kemi një lloj rënje për fat të mirë, domthon këtu kemi rezultate, më lën të në kuptoj që realisht ka qenë cilësore, apo jo, domthon është diçka që nuk më përket mua dhe ndoshta nuk do të, po besoj që duhen kontrolle të vazhdueshme, asnjëherë nuk duhet ndërprerë këtë gjë. Pra, sa më shumë jo të kemi për fëmijët më shëndetshëm do bëhen ato, më pak smundje tiroides do ketë, dhe kjo është dhe trajtim dhe profilaksi dhe parandalim. Tjetër gjë që doja të thënë, te gratë shtatzëna duhet dhënë patjetër shumë jodi, sepse nëse nuk do marrin jodin e duhur gjatë shtatzanisë, janë të destinuar që shtatzania të ketë probleme, fëmia të lindë me probleme, që mund të jenë probleme të peshës, por mund të jenë edhe probleme më të rënda se sa kaq, që mund të jenë probleme të zhvillimit psiqik, dhe fëmia mund të lindë me handikape apo me gjëra shumë të rënda psikologjike. Tjetër gjë ku ndërhyjmë ne për smundjet e tiroides. Pra kjo le ta them është parandalimi primar, është drejtimi mbi popullat për këtë lloj problemesh.
Gjëja e dytë është ne duhet kapim të smurët që janë. Në një farmase duhet rjeta, duhet të diagnostikoj sa më shpejt smundjet e tiroides, të smurët që janë me tiroide. Sepse këtu është faza e dytë, le ta them. Një smurë me tiroide, nëse nuk diagnostikohet shpejt, do ketë shumë problematika të tjera më vonë. Pastaj faza e tretë është sigurisht që mos na ndodhin pra komplikacionet dhe këto komplikacione mos të rëndohen, ndaj duhet ndërhyrë mirë që në momentin e parë, kur ai nuk paraqitet si smur, po ka thjesht një gush apo vjen thjesht nga një zonë me deficit jodit, aq më tepër pastaj kur nga gusha fillojnë të shtohen kokra të caktuara që ne i themi lythe ose noduj në gjuhë mjekësore, dhe aq më tepër pastaj kur këto noduj lythe mund të largëshoft të komplikohen me sëmundje kanceroze të gjethës tiroide, por edhe me çrregullime të funksionet që thamë në fillim. Pra mund të humbim dhe jetën. Sigurisht, është shumë për fat të keq kanceri i tiroidës shtuar shumë në kushtet e vendit tonë. Normalisht nuk dim cili është shkaku bazë, për të qenë të sinqert, por ne akuzojmë shumë shkaktar, kur ndër të tjera është dhe mënyra të ushqyrit, ndër të tjera është mënyra e ekspozimit ndaj substancave të këqija, ndaj substancave që dëmtojnë tiroidën. Ndoshta apel do kisha bërë dhe duhet bëjnë shumë kujdes këto njerëz, shumica, ndoshta popullata, në përdorimin e ujit pishëm, sa më i ndotur të jetë uji pishëm, aq më i rrezikshëm është ai për gjendjen e tiroide, sepse përmban substanca të dëmshme që i ngjajnë jodit dhe tiroide i kap, le ta them, i përdor në vend të jodit, ndërkohë në të vërtetë ato janë substanca shumë dëmshme për ta. Ndërkohë të dashur miq, nëse keni nevojë për këshilla më të detajuara, të themi, sidomos për dietën ushqimore që duhet konsumoni, këtë që mund ta bëni edhe në Google tashmë gjërat janë lehtësuar edhe ka websajte zyrtare të cilat mund të diktojnë një lloj diete më të hollësishme pra për te atyre këshillave shumë të vlefshme që doktori po na thotë. Ndërkohë unë jam kurioz për faktorin gjenetik brenda një familjeje. I prek në të njëjtën formë apo ndodh që po themi një pjesëtar i familjes mund të ketë mbi prodhim të jodit dhe një pjesëtar tjetër mund të ketë nën prodhim të jodit, pavarësisht kushteve në të cilat jetojnë që mund të jenë të ngjashme. Okej, ne folëm për pjesën fenotipike, pjesën e ambientit, sa i ndikon ambienti smundshmërinë e tiroides, por një rol shumë të rëndësishëm ka dhe gjenetika, siç thonë edhe ju. Jo vetëm të smundjeve të tiroides, por te shumica e smundjeve kronike, pjesa gjenetike ka rolin determinant, le ta them. Në kuptimin që shumë herë me i predispozuar një individ që ka patur një prind apo një të afërm me probleme të gjendjes tiroide, për të bërë edhe ai të njëjtin problem më vonë. Kryesisht trashëgohen drejt, në mënyrë vertikale, në kuptimin që smundshmëria ngjet, ajo siç ka kapur në farmacë prindin mund të preki dhe fëmijën, por nuk është gjithmonë që ky rregull do të jetë kaq fiks. Nuk është absolut. Jo, duke qenë thamë që tiroidja e ka domosdoshme marrjen e jodit që të funksionojë siç duhet, atëherë nëse ne ekspozojmë për te problemet gjenetik që ka në një mungesë caktuar të jodit apo teprit caktuar, sepse edhe teprica është e dëmshme, po nuk bëhet fjalë për ushqimin, kur flas për teprit të jodit, më shumë ne referohem komenteve që njerëzit bëjnë që nuk kuptojnë atë hipertirozën që thamë në fillim. Prandaj duhet parë smundjet e tiroides janë më të përhapura te njerëzit që kanë trashëgimi për smundjet e caktuara të tiroides. Ndoshta unë do të bëj edhe një koment pavarësisht se ju nuk e bët në formë pyetje, nuk besoj që do ma merrni në kuptimin me konotacion negativ. Do të bëj një koment. Çfarë vëren praktikë në përditshme? Kemi dy fasho të caktuara të pacientëve që për fat të keq, po keq orientohen nga websajtet. Jo vetëm nga informacioni që marrin në internet. Prandaj theksova websajtet zyrtare, kuptohet kur janë zyrtare dhe kuptohet kur janë sepse nga ndonjëherë në chat çfarë bëjmë për ta theksuar për mos më keq kupto sepse mendoj që është një mesazh shumë i rëndësishëm. Pikërisht, sepse ne shohim disa simptoma tek vetja, i fusim ato në Google, del një rezultat dhe na duket se po vdesin. Morën fund, jeta jon këtu mbaroi sepse janë rezultate shumë specifike të dashur miq. Kështu që mos u alarmoni, gjithnjë mjeku është i domosdoshëm, kështu që drejtojmë. Komenti, unë nuk jam kundra përdorimit informacionit. Biles jam shumë i lumtur që sot ka shumë informacion. Por duhet dim se kujt informacioni drejtohemi. Duhet dim se subjekti që po lexon informacionin, a e ka ky kulturën e mjaftueshme për të kuptuar se çfarë ndodh normalisht në organizëm. Pse po e them këtë gjë? Na ndodh shpesh në praktikë që shumica e njerëzve vetë diagnostikohen, marrin vetë mjekimet, ose ja marrin komshiut, ose çka ka marr vllai, ose kam lexuar thot në një website italian që është kështu, në një kinez është kështu, në një indian është kështu, nuk është mjekësia e tillë. Që një mjek të bëhet specialist do minimumi 10 vite studimi akademike mirëfilli. Po përveç unë ju garantoj një gjë, unë mësoj për ditë, edhe unë që kam kaq vite
do më që përkushtohem tiroides dhe shumë problemeve që unë mbuloj, unë gjithmonë mësoj për ditë, imagjino një njeri që nuk ka lidhje me këtë gjë. Ju a them sinqerisht, për mua është problemi madh, po deformohen shumë dhe kryesisht këtë sindrom e kanë intelektualet. Le ta them pseudo-intelektualet, jo për një farmace për t'i fyer, por nuk mundesh dot. Nëse je një profesionist i mirë në një fushë caktuar, okay, je në atë fushë, vazhdo bëj punën ku i thonë tënd. Vjen kjo ndoshta sepse nuk duan të shpenzojnë para apo jo, nuk është pra. Jo, nuk është pra, jo. Unë nuk kam bërë ndonjë analizë mirëfillte sepse ka ndodhur, po ditë them që po bën një fenomen shumë shqetësues. Edhe kryesisht e njerëzit që kanë ndonjë informacion caktuar, kanë ndonjë pozicion caktuar, kanë ndonjë biznes caktuar, sepse ka të bëjë edhe kjo që ndonjëherë domethënë një farmace u duket vetë edhe ditur dhe të pasur dhe gjitha gjërat me radhë. Unë ditë ju them një gjë. Ndërhyrjet në mjekësi, sidomos të smundjet e tiroides, janë aq delikate sa me 0,01 miligram hormon ne mund të kalojmë nga një tepëricë e jodit në pakicë dhe e kundërta. Po çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ti mund mos kesh smundje normale në organizëm, shkak i mentalitetit tënd, leximit të websajtit pak kontrolluar, ti shkon dhe merr një bar që nuk duhet ta marrësh, apo jo? Në një farmace ti vetë mal trajton, keq trajton veten tënde. Plus ka dhe gjë tjetër, Bledi, që doja t'ju thoja, unë personalisht, jam minimumi member, jam antar në shumë nga këto asociacionet që mbulojnë, shoqata që mbulojnë në botë këto gjëra. Ju garantoj që websajtet serioze, që kanë informacion të detajuar dhe të super provuar shkencërisht, janë shumë pak. Dakor? Edhe nuk mundemi ne se çdo njeri që shkruan aty ta zëjmë një shkrim që përkthehen në mënyrë të rëndom një shkrim, secili nga ne duhet i besoj. Sepse është dhe kontingjenti i njohurive të pakta, deri tani fola për këto, se tek këto është më i shpeshtë fenomeni. Njohuri të mesme folëm. Po jo, ka dhe nga këto të tjerët që lexojnë një gjë apo dëgjojnë një gjë online dhe mendojnë që kjo punë është kështu. Për ta përmbyllur situatën, për të bërë në kuptimin ashtu siç ne jemi për ditë mjekët serioz në çdo lloj veprimtarie që bëjmë, unë ju garantoj një gjë që mos harxhoni kohën kot. Merrin ato informacione që ju takon, ta zëm kush do ishte interesante. Interesante do ishte të mësojnë gjë nga websajti për shembull për dietat. Por dietas do që kesh. Pikërisht, prandaj edhe unë sugjerova. Kush janë ushqimet që i bëjnë dëm, një lloj smundje të caktuar dhe ushqimet që nuk i bëjnë dëm. Po edhe këtu duhet orientohen drejt pra për ta mbyllur këtë komentin me kësaj gjëje. Jemi në limitet e kohës, por kisha një pyetje të fundit, sepse unë e di sekundër ju dhe shumë kolegë tuaj bëni një punë vazhdueshme, sekundër është mjekësia në fakt, është një studim që s'mbaron kurrë deri në vitën e fundit. Dhe më gëzon fakti që jeni edhe antar dhe i ndiqni të gjitha shpiket. Është e thjesht për të qenë antar Bled. Nuk ka ndonjë problem të madh, por kjo na ndihmon gjithsesi. Do e thosha kështu, po me që e thoni ju e besoj. Po kurioz jam për pjesën teknologjike, e cila të paktën në botë i vjen shumë në ndihmë mjekësisë për të sjellë në formë çdo njeri që ka një problem shëndetësor. Këtu tek ne në QSUT çfarë ndodh të paktën për rastin konkret? Po, ajo që unë duhet të them dhe duhet ta jap dhe si mesazh shumë pozitiv, ne jo vetëm që kemi mjek të përgatitur në këtë vend, të garantoj që janë të nivelit mbi mesatar evropian. Jo të gjithë, po një pjesë e mirë e mjekëve. Të garantoj. Po për fat të mirë të smundjeve të tiroides, duke qenë që kërkohet teknologjia, ekzaminimet, kryesisht ekografia është një nga gurët themelor që ne bëjmë, po ekografia është bërë rutinë sot në Shqipëri. Të gjithë bëjnë eko, dhe eko e tiroides për fat të mirë, duke qenë tiroidi që është një organ pak sipërfaqësor, domthonë është më kollaj e bëshme. E dyta, ne përdorim analizat hormonale që edhe këtu për fat ekziston domethënë në shtet dhe në kushtet e domthonë sektorit privat ekziston mundësia e madhe që këto të smurt i kryjnë këto analiza. Dhe scintigrafia që quhet që është një ekzaminim tjetër. Domthonë, në një farmace me këto tre gjëra, se nuk kërkon tiroidia rezonanca, nuk kërkon skaner, shumë rrallë i kërkon, atëherë duke qenë që për fat mirë, këto janë teknologji light, e lehtë, le ta them, e kollaj e përdorshme, pa shumë shpenzime. Atëherë ne kemi gur shumë të rëndësishëm themeli për të bërë një diagnozë të mirë, për të bërë një menaxhim të mirë dhe një trajtim të mirë për atë gjendje të smundjeve të gjendjes tiroide. Kështu që në rastin konkret, unë ju them që në 90% e rasteve shumica e smurve këtu te ne mbyllen me cilësi fantastike, shumë të mirë dhe ka një ecuri jashtëzakonisht mirë, sidomos të smundjet kronike, gjithmonë duhet mbetemi këtu, sepse kush është problemi i madh i shoqërisë sot në botë, edhe këtu te ne, që këto të smur, pra nga kronicizimi i smundjeve kronike që kanë, mos invalidizohen, mos të humbin jetën, mos të humbasin cilësi jete, mos të bjerë orari i punës, le ta them, mos të bjerë rendimentin punë, sepse ndoshta do vi një moment që edhe këto do maten në detaje. Për shembull, unë ju garantoj në Amerikë, që ka statistika mirëfilli, matet çdo lloj minuti që humbet një individ, një profesionist, edhe në performancë, po edhe në cilësi, pra, në kuptimin në gjithë shka, çfarë ai bën, edhe në kosto, edhe në cilësinë e punës që ai bën. Dhe është drejt. Ndaj duhet të ndërhyjmë fort, duhet i mjekoj mirë
nuk duhet të nxitohen, duhet të referohen te mjeku shpejt, të marrin një diagnozë të mirë dhe duhet të ndiqen. Ju falenderoj shumë zoti Gjergji, jemi në limitet e kohës, kështu që më duhet ta mbyll këtu bisedën, megjithëse tema është e gjerë dhe interesi është i madh. Faleminderit që ishit të mëngjes me ne dhe shumë sukses në te. Ju falenderoj, po nuk di, besoj që kemi shumë gjëra tjera për të thënë. Po Xhasula, më thuaj. Më fal. Së fundmi, doktori ishte aq simpatik dhe aq i qartë, sa që unë nuk vuaj nga tiroidet, po do shkoj për qef të pi një kafe me të. Faleminderit. Shko bëj edhe një kontroll me këtë rast se mund të mos kesh simptoma, po ndoshta edhe vuan. Qoftë larg, po. Pas edhe më vin. Me moshën që ka Xhasulo, sigurisht s'ka pas probleme, se ndryshe s'do ishte bërë kështu. Faleminderit edhe një herë zoti Gjergji që ishit me ne. Të dashur miq, folëm pra për gjendrën tiroide me mjekun endokrinolog, zotin dashamir Gjergji. Vërtet, këshilla të vlefshme dhe sinqerisht drejtojuni mjekëve nëse keni probleme shëndetësore, pavarësisht në një konsulte kështu që mund të bëni edhe online, po ato shiheni gjithnjë me neglizhencë, si thua, se mjeku nuk zëvendësohet. Shihemi nesër të dashur miq, ndërkohë ju uroj një ditë të mbar, një ditë të bukur.